Si mendoni, apo ngrihet Elisa Spiropali bashkë me Fatmir Xhafajin duke qenë se nuk ishin pranishëm në seancën për votimin e imunitetit Ballukut? Qa do bëjnë se? Apo ngrihen këta dy, Spiropali me Xhafajin? Të ngrihen ku të ngrihen, se të kuptoj. Pra në kuptimin që a janë kundër kësaj, domethënë a janë pro votimit, pra nuk doni që dukeshin aty. Ata janë të pakënaqur nga që Edi Rama nuk u avari dhe i ka hedhur si limona të shtrydhur. E kuptoj. Kjo është pakënaqësi e tyre me Ramën, por nuk dalin dot nga thonjtë e Edi Ramës, sepse ai mban në pushtet, ai mban në këmbë, ai mban në fuqi, ai. Pra në Shqipëri mbretëron një errësirë, thot mirë poeti i madh Vlonjat. Cili është ky? Hasani, si e ka ai? Nëse do ta kujtoj do ta. Okej. Po vetë Edi Ramën, çfarë mendoni se pret në këtë rast, me gjithë këtë zhurmë të madhe politike për sa i përket Ballukut? Asgjë, çfarë do ndodh, çfarë prisin ti ndodh? Po nuk mund të arrestohet Rama nga vetë Spaku? Pa kryeministri si do të arrestoj Spaku? Në qoftë se arrestohet Balluku dhe ajo do të vjelli në thonjza tek Spaku. Po duhet bjerë qeveria, zotëri. E kuptoj. Duhet bjerë qeveria, por nuk ka qeveria, nuk bëhet, asnjë gjë nuk bëhet. Qeveria bie o me dorëheqje o me kryengritje, s'ka zgjidhje tjetër këtu. Pra ose dorëheqje ose kryengritje thoni ju. Po. Për kryengritjen mos e keni për shembull si revolucioni francez? Pra tu prien kokat në giotin? Në thonjza. Jo, kryengritjen e quaj kryengritje që të shkojnë popull të pushtojë zyra të qërojë qande, ose me dorëheqje. Por ka një mekanizëm tjetër që është në këmbë dhe nuk po e llogarisin perëndimorët. Është një qeveri teknike Tiranë, e drejtuar nga partia Shpresa Demokrate. Të njopi perëndimi atë qeveri dhe është i zgjidhur problemi, shkon qeveria me pushtetin pastaj. Po pse mendoni se nuk e njeh? Se ka një Rusi në këtë mes, që ka interesat të ndërsjellta me Amerikën, kanë pazare, janë shumë gjëra aty zotëri që nuk na lën neve të marrim frymë, dhe neve armikun e përjetshëm kemi slavët. Faktori i jashtëm, thonë juve, ndikon drejt për drejt politikën tonë. Po ata dhe këta, kjo parti që është pushtetit prej slavëve, prej Dušan Mugoshës edhe Miladin Popovićit, nuk janë shqiptar ata, këta s'kan asgjë me Shqipërinë. Ndërkohë, ambasada e SBA-s nuk reagoi për rastin e Ballukut. Çfarë fshihet në këtë rast? Mund të them gjë, nuk e di. Nuk e di. S'keni informacion lidhje me këtë gjë. Po çfarë aludoni juve, sipas mendimit tuaj? Askush nuk ka informacion. Për ka aludoj unë. Aludime ka sa të duash, por nuk janë fakte. Unë jam jurist, unë duhet të flas me fakte. Thoni mendimin tuaj, asnjë lloj problemi. Ne këtu flasim lirshëm. Jo, lirshëm flasim unë e ti këtu, po të lirë nuk jemi. Megjithatë nuk e ka problem, jo. Nuk e ka problem ta them. Mbështetjen e ka nga Sorosi dhe nga të 300 e Amerikës, nga Illuminati, aty ka mbështetje. E kuptoj. Pra, mbas teorive konspirative, përfundojmë tek Illuminati, e kuptoj. A mendoni se janë agjenturat e huaja që mbajnë Edi Ramën në pushtet? Dhe nëse po... Absolutisht po. Dhe nëse po, absolutisht po. Ku bazoni për këtë gjë? E para bazojmë te historia e komunistëve shqiptarë që buron nga Beogradi. E dyta tek marrëdhëniet dhe marrëveshjet antikombëtare që ka bërë Edi Rama me grekët dhe me serbët. E treta te tradhtia që i ka bërë popullit dhe qeverisë së Kosovës. E katërta tek puthjet edhe përputhjet me Vučićin dhe duke i kthyer kurrizin Albin Kurtit. Janë mira faktorë që ti them unë tani në një emision të shkurtër. Jo, nuk ka problem, vazhdoni. Ja, këta janë faktorët që mbështetet Edi Rama. Po ne i shpjegoni dot 1, 2, 3 sa t'i kapim pak thelbin, arsyen, të jemi pak transparent ndaj audiencës?
Shiko, Edi Rama ka pranuar që të shkojnë bashkë me Grekë, të shkojnë dhe të trajtohet problemi i çështjes së detit në Hagë. Me Po Grekët, jap një bashkë me Grekët. që ka direkt ky. Tani ç'pun ka Shqipëria të vejnë në Hagë kur ne nuk e njohim atë marrëveshjen e detit. E ka rrëzuar gjykata kushtetuese. Ky pse vete? Sepse ne e dim se ç'do bëj Haga. Haga do bëj atë që bëri në vitet 50, 52, 53 sa ishte atëherë kur na gjobiti dhe na dënoi për incidentin e famshëm të kanalit Korfuzit, që aktualisht po vërtetohet dhe me dokumentat asaj kohe që incidenti i Korfuzit është krijuar nga vetë ata dhe ka ndodhur në tokën në ujërat greke, jo shqiptare. Dhe megjithatë Haga dënoi neve. Pra, mjafton ky fakt që Edi Rama kërkon ta çojë çështjen, pranon ta çojë çështjen në Hag, tregon që është tradhtari numër 1. Nuk e gjasa e sa Toptani zotëri. Por nuk krahasohet tradhtia e Edi Ramës me sa Toptanin. Ky tani ka marrë dhe malet edhe po uaje privatëve. Malet që në çdo fshat, në çdo vend të Republikës, malet janë pronë e komunitetit ku ka kufiri në fshatit tia, për shembull Golemi. Ati ku ka kufit e ti Golemi me Kurçin, me Provonatin, me Kolonjën, me Kaparielin, me Fterën, ati janë të Golemit. Jo do t'i marrë nëse do investojmë ne atë çka ndjen një metodë, një mënyrë për të vjedhur pronat e shqiptarëve. Pra, Edi Rama zotëri është rreziku numër 1 kombëtar sot. Sot është rrezik kombëtar. Jo politik partijak, jo politik, është kombëtar. E kuptoj. Po vizitën e mistershme të ambasadorës amerikane në Greqi, në zyrën e Edi Ramës, i cili priti me përqafimet ngrohta, si e shpjegoni? Mjafton, dëgjon, në diplomaci ka një protokoll. Dhe kur një përfaqësues diplomatik i një shteti shkon të takojë kreun e një shteti tjetër apo të një pushteti tjetër, ka një protokoll. Në atë parë një që nga veshje e jashtme, që të shkojë ambasadorja amerikane me minifund të Edi Rama, ka 2 shpjegime. E pare punës që i thotë Edi Ramës që u vi tek një të një kryeministër që është i degeneruar dhe e ka mendjen të shalte grave. E dyta, i thotë që t'i smeriton më shumë se kaq, dhe kaq edhe ke shumë. Dhe ajo ka vajtur me urdhër tek Edi Rama. Tani, ka vajtur për t'i thënë, për t'i quar ndonjë mesazh të presidentit amerikan që ky të dorëzoj pushtetin, të qërohet. Apo nuk e di çfarë marrëveshje, çfarë bëhet në Rogos, nuk e di, nuk mund të them. Po pamje jashtme asaj zonjës dhe koha kur vajti, dhe mënyra se si u paraqit, si erdhi dhe si iku, pa thënë asnjë fjalë, pa kontaktuar as me gazetarët, as me asnjë tjetër, tregon që ka gjëra të fshehta të cilat ne do t'i marrim vesh më vonë, kur të dalë era, se tani s'ka dalë. E kuptoj. Dhe ju i mbështeteni për ta përmbyllur, i mbështeteni mendimit që thatë përpara që 2 janë mënyrat e vetme këtu për të rrëzuar Edi Rama, që ose me revolucion pra, ose që i t'japi dorëheqjen. Ose t'jap dorëheqjen ose me përmbysje, s'ka zgjidhje tjetër me ata. Me përmbysje. Okej, ju falenderoj shumë zot Islami për intervistën sot. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Qofsh mirë. Shpresoj t'ju kem përsëri gjithë mirat. Ishim pra me zotin Zaça Ismaili, ku folëm për çështjen e djeshme të seancës parlamentare për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, ku mazhoranca në fakt përmbysi me vota opozitën që të mos t'i hiqnin imunitetin zonjës Balluku. Për këto dhe shumë çështje të tjera, ndiqni kanalin në YouTube Agora News, bëni subscribe dhe nga unë mirupafshim.